pse nuk preket Edi Rama? Tani që nuk preket këtu ka korupcion, po e them shqip, ka tradhti. Ndaj them që ti jepet fund kësaj tradhtie. Unë të di, zoti i nderuar gazetar, ju e dini shumë mirë që unë gjithmonë flas pa doreza. Dhe nuk më intereson është Donald Trumpi, është Amerika apo është baba im në pushtet. Po që se shikoj që interesat e komit tim, të popullit tim dhe të shtetit tim shkelen në përkëmbë dhe pasurit viden, atëherë unë këtë denoncoj. Prandaj pres, thash, të shikojmë çfarë do bëj ambasadori i ri. Por para se të vi ambasadori i ri duhet të jetë rrëzuar Edi Rama. Duhet të jetë rrëzuar, sepse minut për minut po shet. Në këtë rast kur mendoni se mund bjerë Edi Rama veçanërisht nga protestat? S'kam si ta parashikoj, po kemi arritur një fitore të madhe duke diskredituar dhe duke zhveshur, duke u hequr maskën atyre 5 spionëve të mikrofonit, të quajtur patronazhistë. Edi Rama për të mbuluar krijesat e ndyra të gjithë kombit shqiptar që janë patronazhistë dhe spionët, që janë krijesat më të ndyra, më të pëlliqura, më të pështira, më të degeneruara. Ta janë patronazhistët. Tani atyre u doli boja. U doli boja dhe tani do krijohet strukturë e re në bulevard që njerëzit të flasin dhe të shprehen ashtu siç duhet, se deri tani nuk i kanë lejuar. Dhe ndër ata që nuk janë lejuar jam dhe unë dhe ju përgjedhini shumë mirë që më hoqën nga bulevardi me gjithë karrike. Ata patronazhistët që janë atje, ata fëlliqësira që janë atje, ata të pa nder dhe të pa karakter që janë atje, të pa cip. Zoti Islami, si mendoni ku po shkon protesta dhe sa gjasa ka që ta rrëzoj vet Edi Ramën dhe kush mendoni se mund ta marrë pushtetin nëse Edi Rama bie apo edhe vet Berisha largohet nga politika? Njerë që të largohet Berisha nga politika pa luftë harroje. Berisha ka bandën e tij të armatosur, që e quan grup parlamentar, dhe nëpërmjet tyre do bëj lufta për të mos ikur nga pushteti. Këta nuk ikin nga pushteti pa luftë. E vetmja gjë që mund t'i frenojë këta është vinja 2 luftani amerikanë në portin e Durrësit, sillin ca ndjem nga ata të tyre, din vet ata nga cilët, nga të SDOE ose SWAP, e din mirë ata. Ata që rregulluan Maduron. Vetëm ashtu s'kan nga lëvizin këta, por nuk veproi Amerika ashtu, këta i kenë pushtet. Ose do bëjnë luftë. Jo po thonin që vetëm Amerika mund t'i heq nga pushteti qoftë Ramën, qoftë Berishën nga opozita dhe ta bëj si në rastin e Maduros. Saktësisht kështu, atë thash. Saktësisht atë thash. Po në këtë rast sa efekt mund të ketë protesta deri në fund të këtij viti dhe sa e intensifikuar mund të jetë nga shtatori e tutje? Aha, të lutem. Po e lanë punën që të vej në fund të vitit kam harruar çdo gjë. Lerës, është kohë të diskutojmë. Ne bëhet fjalë gushti dhe maksimumi 3-4 ditë, 5 ditë e para të shtatorit. Që do thotë? Që do thotë protesta do rri aty. Sido që të ndodh, protesta nuk ikën që aty dhe njerëzit nuk ikin nga bulevardi pa urzuar kjo klasë politike. Për këtë të jenë sigurt. Dhe Donald Trumpi dhe ambasadori i ri që po vjen se na dëgjon ambasada e tij tani. Unë e di që ambasada amerikane këto i regjistron dhe i dëgjon. Dhe prap po jap një porosi. Ju lutemi shumë. Nëse jeni miq tan të vërtet siç keni thënë dhe siç kemi besuar neve, se deri tani na keni hequr besimin, dilna një zot dhe qërojni këtë klasë politike nga Shqipëria. Nga pushteti të paktën. Zoti Islami, Belinda Balluku është paraqitur në SPAK, ndërkohë Berisha ka hedhur në publik një hipotezë sipas së cilës ajo mund të mbetet shtatzën në mënyrë që t'i shpëtojë drejtësisë. Në këtë rast me këtë me të shtatzën, me Berishën do me të shtatzën ajo. Kështu pretendon Berisha të paktën. Çan të turpe. Po atëre pse sota që e ka kantuar do ta lër vetë me barr. Këto zotri, këto janë turpe që i zën goja ai dhe unë përgjigjem me fjalorin e tij. Ç'pun ka ai se ç'do bëj Belinda Balluku? E ka parë atë shtëpinë e tij, domethënë PD-n e tij, partinë e tij, ose mirë me thënë bandën e tij, me ata të merret.
Në këtë rast, Edi Rama nga ana tjetër, a mund ta lëshoj Belinda Ballukun apo ka frikë se kjo e fundit e merr me vete? E ka thënë ajo. Ua kam thënë dhe një dy herë tjera këtë fjalë zotëri. Po e përsëris prapë sot se ndoshta ka qytetar dhe teleshikues tuaj që nuk më kanë dëgjuar. Belinda Balluku i ka dërguar mesazhe Edi Ramës, janë zbuluar mesazhet e tyre në SPAK, i nxjerrin vetë ata tani. Dhe i ka thënë, unë ty nuk do të lejoj kur që të bësh me mua atë që bëri baba yt me gjyshin tim, me Beqir Ballukun. Pra, Belinda i ka thënë, ne o do rrim bashk, o do ikim bashk. Dhe këtë Edi Rama di shumë mirë. Dhe kjo mua më kënaq shumë. Zoti Islami, Ilir Beqaj doli nga burgu dhe ndodhet në rreth shtëpie, ndërkohë vajza e tij ka hequr dorë nga shtetësia shqiptare. Çfarë do të thotë ky rast sipas jush? Ta janë komunistët dhe advetarët dhe besnikët e popullit shqiptar që i ka zgjedhur deputet. Tani tu shikojnë ajerin. Ja këta janë. Të tillë pisa, të tillë palacio, të tillë maskarej, rrugash, rrugës, lumi të botës jo Shqipërisë. Këta janë. Ja këta janë. Ai patjetër që do ta nxirte atë edhe jo atë, do ta nxjerrë dhe Velin, do t'i nxjerrë të tërë ata që ka futur burg, do t'u afal miliardat e eurove tona që ikin në xhep të tij dhe të Salihut dhe të miqve të tyre perëndimor, ambasador evropian apo amerikan, dhe di me kemi të qartë atë punë. Pra, këta në një farë mënyre po i fshehin parat e tyre përmes fëmijëve të tyre. Patjetër. Pse kotka tani u kujtua ajo e bie këti e mbese Hamit Beqes tani u kujtua ajo të lërë shtetësinë amerikane se ishte psikologu i madh Hamit Beqja. I biri hajdut i madh, e mbesa tani thosë jam shqiptare. Ka rënë shtetësinë shqiptare, po. Po, ja kështu ja, këta janë. Këta e qeverisi Shqipërinë. Ndaj protesta nuk lëvisan nga bulevardi. Dhe ata bëjnë shumë mirë, dhe media bën shumë mirë që i denoncon këto, më kënaq jashtë masë mua, sepse u hapen sy dhe atyre që kanë akoma në një iluzion në kokë, u hapen sy dhe shikojnë se kush janë, ç'palaco janë, ç'pundërina janë. Që lumit të gjithë lagëmeve të botës janë këta. Me në krye lumin, krye palacon, krye fëllëqësirën që është kryeministri shqiptar aktualisht në detyrë. Zoti Islami, ndërkohë që protesta vijon në bulevard, Kruja u përpi nga flakët, kryeministri është parë në jug duke pushuar nën rrezet e diellit atje dhe duke shijuar këto ditë para se të kthehet në Tiranë. Hym në një sferë tjetër tani zotëri. Në radhë parë do ta them me atë fjalën e urtë që thot populli fshati digjet e krihet. Po. Të bën Edi Rama, por ai është plotësisht i vetëdijshëm dhe në urdhrat dhe në drejtimin e tij, në dirigimin e tij, po u vihet zjarri pronave të shqiptarëve, sepse këtë urdhër ka marrë nga iluminati dhe nga masonët, të cilët duan me çdo kusht të pushtojnë Shqipërinë, të cilët duan që të vinë 2,5 milionë që fut këtu, të cilët duan që të mos ketë më shtet edhe kom shqiptar, të cilët kanë boshatisur qytetet e fshatrat e Shqipërisë dhe këtu kërkojnë ta bëjnë tokë të djegur dhe mbas meje, thotë Edi Rama, zjarrit i bjerë, thotë, kështu ka thënë dhe Luigi 14. Pas meje, thotë, se ke parasysh, e di pse do një Neron i Romën apo jo? Pikërisht si ky sot. Pra, Edi Rama është një Neron i kohëve moderne. Do që të shkatërrojë Shqipërinë, o ta mbaj unë, thotë, të vjetë unë, të bëhem unë mbret, bëhem unë domethënë i pa konkurrueshëm, i pa kritikueshëm, ose ndryshe Shqipërisë do t'i vë zjarrin dhe praktikisht po i vë zjarrin. Ka vite që gënjen për aeroplanët kanadere, janë ata që ftofin shuajnë zjarret. Jo, se zjarret i vën vetë. I vën vetë zotëri.
Zoti Islami, jugun e Shqipërisë e ka vizituar dhe po e viziton ndërkohë Richard Grenell, një nga të dërguarit dikur të presidentit amerikan Donald Trump për çështje gjeopolitike, çështje të rëndësisë parësore. Ju si shikoni vizitën e tij në jug? Dhe mendoni se mund të ketë një takim të fshet me Edi Ramën para se të mbërrijë dhe ambasadori i ri i Shtetit Bashkuar të Amerikës në Shqipëri? Të tëra bëhen dhe ata janë në lëvizje, se ishi deklaruar. Dhe pas në media që thuhet që ka ardhur bashkë me burrin e tij. Të mbetemi te vizita e tij, si e shikoni vizitën e tij në Shqipëri? Është private apo ka një mision tjetër? Ka mision tjetër, e ka misionin që digjet Shqipëria siç po digjet. Është anti-shqiptar ajo zotëri. E kemi fjalën në aspektin diplomatik. Diplomatik? Qa funksioni diplomatik ka ai? Qa zyrtari është? Ka qenë i dërguar i Trumpit më parë për çështje. Le të ka qenë, unë po them ç'është. Të lutem. Ka qenë e di çfarë është, më thuaj. Po ka influencën e tij gjithsesi. Të lutem edhe një herë. Është tani është hiçi. Pra s'ka asnjë gjë s'ka në dorë të bëj. Thjesht mund të jetë një sekser interesave të Izraelit në Shqipëri. Zoti Islami, një incident ka ndodhur në kuvendin e Kosovës ku Albin Kurti është goditur me vezë nga një prej deputetëve të kuvendit. Në këtë rast, si e shikoni Albin Kurtin? Po shkon drejt rënjes në Kosovë apo po bëhet edhe më i fortë, duke qenë se nuk po arrin të ngrejë as institucionet? Për mua po bëhet më i fortë. Po ta them unë, Albin Kurti i vuri Serbisë si norin të thana, themin atje në Kurveleshi, ose kufirin ja vuri të thana, do të them greqisht. Kosovën apo s'duan agentët e Serbisë të futun në parlamentin e Kosovës, në pak punë në prish. Albin Kurti ishte në pushtet dhe do bëj atë që i thot ndërgjegja kombëtare qytetare. Albin Kurti ishte Dardan, zotëri, nuk është sërb.